Për 28 vite rrisht, martesë që kam unë, neve kemi jetuar bashkë me prindit e burrit. I kam larë, i kam shplarë, nuk e kam ofenduar vjerën asnjëherë në një moment. Vetëm kam qenë shërbëtori këtyre për kaq vite. Odeta vini pirë çdo ditë tapë edhe ofendimet nga më të rëndat, kur vina në shtëpi, unë e ruaj që nga balkoni, se vini pirë tapë, për vetë mbrojtje unë, kam mbyllur derën e dhomës time me kyç. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim ne do sjellim një konflikt goxha të rënd, një konflikt brenda familjes. Do të flasim për familjen Xhemollari nga një fshat i Pogradecit, ku i zoti i shtëpisë, le të themi Vjerri, kërkon të bëjë nusën e djalit nga shtëpia. Konflikte prej vitesh dhe me largimin e Vjerrës, nusja ka ngelur e vetme, ka mbështetjen e bashortit padyshim, por haset çdo ditë me Vjerrin e saj, i cili është përdorues i alkoolit, i alkoolizuar dhe në gjendje të dehur, vjen në shtëpi, ofendon, shan dhe kërkon që ta dëbojë atë së bashku me djalin dhe niprin dhe mbesën. Por çfarë ka ndodhur në familjen Xhemollari? Unë do të hap dritaren për nusën e shtëpisë Manjola për ta dëgjuar këtë rrëfim dhe menjëherë përshëndes. E dashur Manjola, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Ju përshëndes nga zemra për korrektësinë tuaj, me gjithë stafin tuaj që më jeni përgjigjur në kohë korrekte. Ju falenderoj. Edhe unë të falenderoj. Në fakt e lam që sot të dyja do ishim në këtë live për të folur për një problem që ti ke dhe teksa folëm disa minuta përpara qave dhe më preke, por çfarë ka ndodhur konkretisht me ty? Odeta, nuk di nga ta filloj që nga fillimi, që nuk kam. Për momentin po filloj, që nga fshati që kemi jetuar bashkë me prindit e burrit. Për çfarë fshati bëhet fjalë? Në fshatin Blacë kemi jetuar, atje kemi vendbanimin, atje kemi jetuar për shumë vite, pastaj kemi erdhur në Pogradec me shtëpi. Aktualisht jeni në qytetin e Pogradecit. Aktualisht jetojmë në Pogradec, në hyrje në pallat, kati 5. Atje kishte një vëlla tjetër këtu. Vjera vendosi të rri me neve në një shtëpi me Vjerin. Në fshat. Po. Kishim shtëpinë. Aty djali tjetër e ndavi këy deri një shtëpi e kompletoi me gjithçka që doshte shtëpia. Po. Neve pastaj basta viteve jetuam në fshat, që rrimim jetomim aty për nga herë, edhe në qytet. Aty ishit në shtëpinë në fshat, na shitnë. Po. 5 milion lekë kemi shitur në atë kohë. Kemi erdhur në qytet, kemi larë shtëpinë këtu, kemi kontribuar këtu në këtë hyrje. Po. Për 28 vite rrisht, martesë që kam unë, neve kemi jetuar bashkë me prindit e burrit. Aty unë me këta u kam denjur, i kam larë, i kam shplarë, me gjithë ofendimet, tash për momentin po flas ofendimet nga Vjerri, që jetojmë këtu në pallat. Për këtu po bëhet më shumë fjalë. Po. E kupton? Këtu, sa që Vjera gjallë, se erdhëm në Pogradec, i kam bërë zmetin unë, e kam larë, e kam shplarë si fëmijë, ja kam bërë të gjitha që duhet, si të një zmeti ishte me smundje të keqe. Je kujdesur, ke shërbyer Vjerës. Shumë se ç'dushe, si nënën time, kupton? Po, e qartë. Po. Vjerri, në këtë periudhë që Vjera e sëmurë, nuk bente aq sa ama se linte ajo të lejonte që të më ofendonte mua, e kupton? Pastaj, një të vdekur Vjera, kishim marrë certifikat të shtëpieve, kupton? Të bëj një pyetje. Pra, Vjera të ka dashur, Vjerri jo, por pse marrëdhënia e keqe me Vjerrin? Se zakonisht është nusja me Vjerrën ajo që ka më shumë grindje. Në rastin tënd që nga e kundërta, Vjera të ka dashur derisa ka qenë gjallë dhe pas vdekjes së saj Vjerri u tjetërsua dhe të ka ofenduar, nuk të ka dashur. Pse kjo marrëdhënie me Vjerrin? Në periudhën që Vjera e mbante, e frenonte, edhe kur mos të rrate, e frenonte, se thoshte, e dinte që ishte gabim ky. E ky vinte e hapte probleme, pse vajte atje ti, ndenja e 2 ditë, dhe më pse duhet rish këtu, e kishte lidhur vetëm këtu, pas nuk e së saj, shoqes së saja, pas Vjerës. Unë i rrinja në maksimum,
po them, hajde pyesni, hajde verifikoni, hajde bëni çfarë të doni, nëse unë kam faj mbaj përgjegjësi unë. Nuk e kam ofenduar vjerën as edhe në një moment. Vetëm kanë qenë shërbëtori këtyre për kaq vite. Por kur vjeri të ofendonte, burri juaj si reagonte me babain e tij? Burri i tha, unë e kisha thënë që më ofendon kështu e ka dëgjuar edhe vetë. I ka thënë baba mos ofendon si diç gruaja po më ofendonte në këtë mënyrë, e kupton? Po. Edhe ky shiko ç'bëri tani. Neve sa që vjera nuk ishim të arga shumë, edhe nuk e merrim dot tapin e shtëpisë. Ky ç'bëri një ditë të bukur, vajti atje me burri i shtëpisë, pa na pyetur neve, edhe ka vajtur ka marrë 500.000 lekë në bankët, edhe e ka marrë tapin e shtëpisë vetëm në emrin e tij. E ka hedhur në emrin e vet. Po, e qartë. Po. 200.000 u interesuam ne akoma burrit të shtëpisë, të tapis nuk ja pas ka dhënë akoma. 200.000 lekë. I ka borxh, po? I ka borxh. Tash dhe një ditë ne tani vetëm me sherr me shamat, ne nuk i bëjmë shamat, absolutisht asnjë nuk e kemi ofenduar as burri, as unë, absolutisht as edhe një llaf të vogël. Por pse e bëri këtë veprim ai që shkoi për të siguruar dokumentat e shtëpisë? Pas vdekjes së nusës. Që të na i bëjnë neve tash që do të nxjerrja se shtëpia siç na nxorri tani për momentin. Që ditën që ka marrë tapin e shtëpisë 15 vite sa u bën, pa 13 lekë, ai do të nxjerrë për shtëpisë, e kam tapin unë më lejoj të them edhe një fjalë? Po. Nëse ti dëshiron po. Nuk po plas bytha mua tash, e kam tapin, unë do të nxjerr jashtë për shtëpisë. E dashur Manjola, e kuptoj qartë se ti më tregove që kur u martove vjeri ka dashur të ofendoj, të përdorte fjalë jo fort të mira, vjera e ndalonte në atë kohë. Pra, ke pasur një marrëdhënie të krisur me vjerin që në zanafillën tënde. Pas vdekjes së vjerës, ai në perioda kur vjera ndrovi jetë me këto ofendimet e rënda shumë. Por djali, se ndoshta ti nuk e ke ato fuqinë të flasësh me vjerin dhe ti vendosësh disa pika mbi i themi ne, por djali vetë me babajin nuk arrin dot të komunikoj dhe t'i sqaroj të gjitha ato situata të shëmtuara. Ka erdhur njëri vëlla i madhi, ka ndërgjetur në orën 3 mëngjesit, i ka folur byrazer, mos bëj kështu, mos bëj ashtu. Unë do bëj çfarë thot mendja time, unë do bëj kam tapinë, unë i ve shtëpisë këta nuk figurojnë me mua. Këto llafe. Këto. Por pse ky inat i vjerit tuaj me të birin e vet, me burrin tënd? Pse ka këtë inat me djalin ai? Mirë ty nuses, të ka gjë lidhje gjaku, po me djalin e vet pse ka këtë inat? Ja ta them unë. Sepse djali i këtij, djali burri tim, nuk e ka ofenduar kurrë, sepse ai mua më ka ofenduar jashtë mase, edhe ka mbajtur distancën që unë të mos prishem me babain, të mos arboj gjyqe, edhe kam dashur të ato e kam tentuar të vete të bëj denancim për vjerin, që më ofendon llafet nga më të pista. Pra burri nuk më la deri pak këta ditë, pra gjende tha jo se është trup se do ta bëjmë për gjykata e ta futim burr babanë. Jo, nuk më ka lënë, e kupton? Ashtu këtu shturpa atje arrita unë sa më ndori në rrugë të madhe. Sa kohë u bë që vjera juaj ka ndruar jetë? 13 vite. Pra 13 vite ju jetoni vetëm me sherrë. Me sherrë do të nxjerr sot, do të nxjerr nesër, do të nxjerr sot, do të nxjerr nesër. Nuk u mbaj unë në shtëpi, nuk bëj. I thashun po mirë, ti çes më vjen që në fillim që kur ndave djalin tjetër. Po ne jetojmë të gjertani edhe të më nxjerrësh jashtë shtëpisë. Unë kam kontribuar në këtë shtëpi odeta. Edhe burri. Patjetër, keni shumë vite që punoni për atë shtëpi, e qartë. 28 vite. Po bëj një llogari në vitit, unë nuk kam futur me burrin 100.000 lekë në vit. 28 vite. Dhe si reagoi vjeri kur i the këtë gjë? Ja thash edhe në gjyq odeta. A, jeni në proces gjyqësor tani? Bëjmë gjyqin pas dije. E dashur, që ta kuptojmë qartë, kur ju ka dëbuar vjeri nga shtëpia? Shiko odeta, për momentin unë po rri, jam me urtë të mbrojtje të dy me burrin, po rrim në shtëpi, kemi takuar atë të zonës, se i kemi thënë gjë të gjejmë shtëpi me qira, se s'kemi ku të vejmë, na lejoni të rrimë, e kupton? Jeton aktualisht akoma me vjerin? Këtu, në një shtëpi jemi, bashkë, 28 vite ne kemi vetëm bashkë me atë asnjë të ndarë. Vetëm kur kemi ikur në Greqi periudhë nga një muaj që punojmë, tani ishim prapë, sa ecë me një muaj ka që punuam Greqi 40 ditë,
Edhe Esmë tha ne të vim në shtëpi të çlodhemi se të lodhur nga puna nga ajo Esmë. Ai na kishte kopsitur të gjitha kartat me vëllezërit e tia, siç i ka bërë. Po. Edhe i shtyn të vëllezërit. Që të na nxjerrin ne për shtëpi, edhe komplet çka të tita hy. Me çupë, me djalin e tij na hyn tëra këto kristje. I është drejtuar gjykatës vjeri juaj që të doboj juve nga shtëpia. Po. Odeta vini pirë çdo ditë tatë edhe ofendimet nga më të rëndat që a më lejoj të them ndonjë. Çfarë ju thot? Na thot Odeta me gjithë shupën. E kam incizuar edhe incizimin që kam bërë, e kam lënë në gjykatë, e çova, po nuk më morën përballë asnjë lloj fjale, as mua, as burrit, as shupës. Në thot ofendimet, bushtrat e mutit, me gjithë shupën, e mutit, putanat e mutit, do t'u nxjerr shtëpisë, nuk do jetoni me këtu juve, me mua. Stop, që nga shumë të rënda. Ka më të rënda, Odeta, këtu nuk janë i qasgje. Nuk janë i qasgje këto. Edhe vajzës mbesës së tij me këtë fjalor i drejtohet? Po, bushtrat e mutit, siç e thash, mos i përsërit me, se janë të tushme të them. Janë shumë të ulta, janë fjalë shumë të ulta, shumë të rënda që sa vjeç është vjeri juaj? Kur vina në shtëpi, unë e ruaj që nga balkoni, se keni pirë tapë, edhe për vetë mbrojtje unë, kam mbyllur derën e dhomës time me kyç. Kupton? Se i bie derës, hape derën, edhe shan hapet nga më ofenduese, nga më të ndyrat Odeta që nuk thuaj. Ne prap nuk kemi denoncuar asë denonci të dem kundra ti, e kupton? Se çfarë vështirësi janë? Kam dëshmitar këtu, ajde pjesë kam shije të gjithë qajnë për mua që do të largohem nga shtëpia. Si ka mund të thotë që ta bëri ty na të gjëja hy? Si? Të tërë u rrinë, të tërë thonë, çfarë bëri juve hy, si po më dhe për shtëpisë? Fiku gjitha hy me që i bëri nuse së ti atinë, e të nxjerri për shtëpisë a hy ty sot në këtë ditë. Më falë, sa vjeç është vjeri? 77-78 kështu një gjë e tillë. 77-78 vjeç dhe në këtë moshë ai do të jetojë i vetëm, të dëboj nusen, besat, burrin, djalin e vet nga shtëpia dhe të jetojë i vetëm? Po. Nuk e di se çfarë plane ka bërë me të vllain e tij që erdhi në gjykatë që dëshmovi tha gënjeshtre dhe jo të vërtetë. Sa ligje mollari. Çfarë gënjeshtre tha? Në gjykatë Odeta, sa gjykatja. Do dali dëshmitari i këtij që na tha ditën e dhe. Pa dalë te gjykata, të lutem. Ju, se do mi tregosh të gjitha që ta kuptojmë qartë të gjithë histori. E dashu Manjola, ti më the që ne jemi pajisur me urdhën mbrojtje nga vjerri. Ai përveç ofendimeve, dhunës psikologjike, ka ushtruar dhe dhunë fizike ndaj jush? Me dorë ju që të më godasje, po dhunë psikologjike të papëra, sa unë nuk di nga çfarë të them nga tanis. Por ai nuk e ka respektuar atë urdhën mbrojtje. Jo, urdhën mbrojtje Odeta na i ka vrarë kundër ne që ne mos ia thojmë 100 metra lart ti rrim aty. Është pajisur ai me urdhën mbrojtje, ju. Po, ja dha gjykata ja çovi aty me të tëra dënishta që bëri ai, gjykata dëgjoi vetëm të vëllain e atij edhe vjerin tim. I shkojti të atje të gjitha ato. A ju pajis me urdhën mbrojtje pse? Akuzoi ju dhe bashorti që e kishit dënuar? Odeta, ne nuk kemi qenë në shtëpi fare këtë periudhë 40 ditë, kemi qenë në Greqi. Ai ishte kopsitur me gjithë të vëllain letrat e me të tjerë që i ka manipuluar, edhe kishte thënë, shiko çfarë kishte thënë në gjykatë, që më kërcënojnë, më mbyllin derën, nuk më rëndoi në shtëpi. Ka 4 vjetë që s'ka mërë më shtëpi, janë të gjitha mashtrime, të gjitha gënjeshtra, mund t'i verifikoni. Pastaj po them, që këtu oj kanë korruptuar këta, ose hajde pyetni, në qoftë se unë, ose burri ka dhunuar atë, qoftë edhe një fije floku, Odeta unë mbaj përgjegjësi vetë, për çdo gjë. Unë në burg. Prandaj është kërkuar që dhe ju të largoni nga banesa, sepse në urdhën mbrojtje shënohet kaq metra do të jesh larg. Edhe tha kështu, unë do të ndjesa se s'bën për shtëpisa, nuk dua tha të kem në shtëpi me tha në gjykatë. Se kështu dua unë, se kam shtëpinë unë, kam tapinë unë tha. Po mirë, gjithsesi ai mund të ketë tapin, por ju
do bëni ndarjen e pasurisë dhe bashorti juaj edhe ju bashk keni pjesën tuaj, sepse ajo shtëpi është blerë kur ti ke qenë e martuar aty. Vajtëm të preparë në gjykatë. E më tha jo, thashun kam incizuar një çik vjerin çfarë ofendime bën gjykatës. E po nuk merren parasysh. Mund ta filloj nesër me CD. Nuk merren parasysh në gjykatë regjistrimet private që bëhen. Gjykata nuk i merr parasysh. Jo, jam ta filloj me CD. E vuj me CD sa janë 30 sekonda. Po thashun 30 sekonda që janë, thashun për momentin aq mund ta regjistronja thashun. Po këtu, po vetëm me këtë. Po këtë kam thashun. Doli dhe çupa dëshmitare tha. E se rubi këtu është puna. Nuk morën asnjë bazë për neve, kupton, asnjë lloj gjykata nuk mori. Vendim të prerë, urdhër mbrojtje, të mos japin në shtëpia, të mos e ofendoni, të mos e bëni. E mori dëshmitari, tha i vëllai Vjerrit, doli Sali Xhemollari, edhe tha, do ta më bëj pyetje, çfarë pyetje me këtë tash, ky s'ka jetuar me neve, nuk di. Pastaj folja ai tha, dëshmitar tha, do flasësh sa? Po ja tha, që Vjerri tha, ky vllai tim tha, e kanë përzejnë këta, e kanë dëbuar nga shtëpia, ka 4 vjet që s'ka erdhur në shtëpi. I thashë, në sy të gjykatës, pse gënjen tash, pse mashtron tash ky burrë tashun, pse thua të vërtetën që ky ka erdhur në shtëpi, unë e kam larë, e kam shplar, edhe nga Greqia, ja pastrova zomën, ja ndrova çarçafët, kuverta, të gjitha, ja stekët, unë ja bëj për ditë këto, pse gënjen tashun, pse mashtron? Faj të vërtetën. E dhe shumë Manjola, e kuptoj që ju së bashku me bashortin ndodheni tashmë në një situatë jo fort të mirë. Këto probleme me Vjerrin që po hasni dhe dëbimi nga shtëpia dhe i bie që sa fëmijë keni ju Manjola? 2 Odeta. 2 fëmijë. Me jetë i kesh. Dhe i bie që me 2 fëmijët së bashku me burrin të ngelesh në Rrugë të Madhe në Pogradec. Po. Por kërkojmë te Qirapës, po gjejmë shtëpi. Dhe ta këshilloj dhe unë të largoheni, sepse të qëndrosh brenda një banese me një person që je në konflikt, ato vetëm do thellohen si konflikte dhe do arrini në situata akoma më të rënda. Por dua të bëj një pyetje. Vëllezër, motra të tjerë ka burri? Ka një motër, edhe një vëlla. Por motra dhe vllai, domethënë kunata dhe kunati juaj, si kanë reaguar për këtë situatë? Dëgjoj Odeta, erdhi kunati, ishim Greqi. Erdhi pe Italie. Po. Menusin e tia kanë pas debatet e tia, e kupton? Është proces divorci, tashi, shtëpi kitet i blevi në fshat. Dëgjoj me vëmendje, Odeta. Tashi unë ku e kam shtëpinë, unë kam këtë shtëpi mashiti ma futi këtu, unë dua pjesën time Odeta, si të dalu në Rrugë të Madhe, unë kam do të kërkoj pjesën time. Po, patjetër, do bëjnë ndarje pasurisë dhe ti e ke pjesën aty. Po tashi që do të unë kam tapinë, unë do të dalë në Rrugë të Madhe, unë s'kam të parkuar Qiran, unë i drejta. Jo, e kuptoj. E që e lash, erdhi vëllai nga Italia, e këtia ne ishim Greqi, na mori çupa, babi tha erdhi Xhaxhi. Këtu këshelen motrën time unë me gjithë çupën në shtëpi, se 3 vjet çupa ka frikë. E kuptoj. Çupa ka 3 vjet. Kupton? Ishte vetë filloka. E kam vënë me motrën. Ai jemi divorcuar. Tash edhe motra ime është në një kohësisht ishte edhe ajo ndaj divorcit, po nuk e ka bërë me letra, e kupton? Tash ky s'mund të rrinte me motrën time në një shtëpi këtu. Dhe çfarë ndodhi? E kupton? E kuptoj, qartë. Tani çupa i thotë Xhaxhi një ditë do rishti. Po më shumë jo, e respektovi çupa një ditë, e mbajti këtu një natë, e i tha, Xhaxhi ti shko po ke shtëpinë tënde, tha, unë jam me tezën, tha. Këtu nuk mund të mbaj ty në të njëjtin kohë që ti i divorcuar, e kjo e divorcuar nuk mund të mbaj të dyve. E kupton? Të kuptoj qartë. Të unë lak motrën me çupën në shtëpi. Por kjo fjalë që tha vajza juaj Xhaxhait solli ndonjë konflikt me kunatin? Po, të me radhë, që ne motra e burrit na janë futur neve, motra, vëllai, i vëllai i burrit, i Vjerrit, na janë futur të tërë që të na nxjerrin nga shtëpia, nuk e di, unë se duan të marrin shtëpinë në këta. A nuk e di se çfarë duan të bëjnë. Dhe ai pin Vjerri edhe nuk di çfarë bën. Për momentin ja marrin shtëpinë aty, për një copë bukë ja marrin. Gjithë frika është se mos ai e shet. Po, do ta shesta edhe e di unë çaj biletës. Ti ke mundur dot, ndoshta me Vjerrin jo, se nuk e gjen dot gjuhën e përbashkët, por me kunatën, me kunatin,
për këtë gjithë situatë, se sido që të jetë në rrugë të madhe, nuk keni pse të dilni. Odeta, i kemi vajtu këti Sali Xhemollaj që na erdhi në gjyq. I kemi thënë, edhe burri, edhe unë. Këtu është puna. Kështu na ofendon, kështu ben, folin i beni. S'kemi qaj i bejmë, i thoshte burrit tim, s'kemi qaj i bejmë, i kemi folur, i kemi berë, pinë, ben, nuk mërvesh, nuk dëgjon. Atë kur s'kan çripin ata, si vjen ti në gjykatë ngrihesh edhe më nxjerr mua për shtëpi, dhe dëshmitar që s'ka ardhur vëllai tim në shtëpi se e përzejnë këta. Manjola Xhemollari na tregoi gjithë konfliktin që kishte me vjerin e saj, duke thënë fjalët më të mira për të ndjerën vjerën. Me vdekjen e vjerës, duke se në familjen Xhemollari lindën të gjitha këto konflikte dhe kjo familje tashmë ndodhet në një situatë vërtet të vështirë. Por djali i shtëpisë, zoti Alban Xhemollari, kërkon të ndryhë në këtë live dhe padyshim të flasi për marrëdhënien e tij me babain. Kështu që më njëherë e ftoi dhe Albanin. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt u shokova kur dëgjova bashorten tuaj Manjolën, e cila më tregoi që vjerri, babai juaj, do t'ju përzër nga shtëpia. Është e vërtetë? Ka përduar për të shtëpi. Nuk ka çfarë. Dëgjoj. Unë e babane shkoj jashtë Masemir. Më kupton? Po. Unë pi kafe, bej, e slavisa groja, i kam thënë babait, i kam folur, mor baba. Po ka kjo çfarë e di unë atë punë, kështu do bëj si më thot mendja. Mor baba. Po kemi punuar dhe në gjykatja thash. Po nuk të kam kusur, po nuk të kam azjeve. Më thua që të kam ofenduar. Je me pensiona, më shko në punë i kam dhe, se më ankoshe, më ditën pa Allah, thoshte jam i sëmurë, hajtë të shpinë spitale, vite i tire. Që të theme, shko në punë, më shko në punë, pse të rejtë, më shko në punë, ti të ardhua kesh, shqyqyrë zoti. Që, pëse këto punë? Që sa të më hashu mua, vi në shpi më thot, nuk së jam po. Po flasë dhe realiteti. I kanë dalë edhe e shpis, i kanë dhe pëse mor baba, pëse të bëhemi në edhe objekti i kësa gje, apo më të të bash. Nuk dua, do besim më thot mendja më. Po qarë kebe, qarë të kanë dera, qarë të ke të gjuar gje, jo. Po qarë kebe, baba, zdua. Më dëgjoj, Alban, pa të vënë në siklet se... Më thua. Alban, pa të vënë në siklet se ti e ke baba, si do që t'jetë. Ndoshta ka probleme, thuhet që pleqëria si fëmia, e keni çuar ndonjëherë te doktori? Po të lutem nuk vete i thash në gjykatë. Ju lutem në gjinji një doktor që ta shpje babanë se mua sa që më bën babaj nuk më bën shtëpia. Sinqerisht se e dua se e kam baban tim. Prandaj ta thash. Po. Po pra, ka 29 vit që jam me babanë. Tashi, ky është bërë të kohë e fundin në odeta. E vërtet pinte dhe ofendon dhe kështu pa i gjinje laftë prapë, se i thoshe nuses, aman, se kjo thoshte do shkojtë dhe në atoj nuk e duroj do thoshte dhe rimbyllur. Kjo i thoshe babaj, e di e gjithë lagja, zirëshe me të gjithë. Po, unë nuk jam tipi atile, unë shikoj punën, bej, unë kam njërës, kam shokë, është turp një. Që janë këto gjera, a ju në Pogradec, në Angjesia, rritë tapë, me vinë keqë, kanë vajtur, i kanë folur, se mba njëzim për gojë, ofendohën, bërë, nuk e di. Kjo gjë nga ka erdhur si erdha ta shi për Greqie. Më kanë të rritë në komisariat më morë. Qari ke për babaj, nuk di një azje, unë ka erdha tash, unë di erdha tash më morë. Pse të denoncoj babaj në komisariatin e Pogradecit? Që mësoj? Kështu dua, vajta atë ditë, i ka të komisariatin, e takoj baban në lokal, dhe i thash, pëse më ke shpen mua atje, se dua, nuk dua të bëhesh mirë me familjen. Po qatë të themu, po qatë kanë berbe, azje, bile kanë qenë dhe shokë të tjera, o pjali nuk të ka... I kanë folur, i kanë bere, vetëm në gojë më mbanë, unë si kanë bere asë një gjeve. Hajtë verifikoni që të bejmë nga të janë bajnë. Alban, sa ko ka që keni këto konflikte me babajnë? Dhe më si nisën konfliktet, për çfarë nisën?
Se duket sikur ai ka një urrëtie të madhe ndaj të birit, e pa logjikshme e gjitha. Mojo dita, po nuk e di, ma I kam thënë, moj, sinqerisht. Jam ullu me baba, jo njëherë, moj. Unë atë ditë ja ta shpjegoj. Atë ditë që takoj këtu në lokali, shkova në puna, në hotel Pogradeci dyshi. Ula prap, mora dhe qupën. I thash, më baba, këtë janë gjëra me zarar, pëse mi ben mua këto, shikjën e mirë shkojnë bashkë. Se dua, e bej. Shkoj në komisariat të nesme, tha, unë e regullova me quni. Mirë, në të rritja e zonës. Sa erdhi I babaj, shumë u bisedova ta shumë. A I mbas një ore shkoj prap, e këtheva mendjen unë. Po mirë, tani policia nuk arrin do ta kuptoj që ndoshta ai nuk është mirë, që një orë thot kështu dhe pas një ore thot të Po I kam thënë mojo deta, hajtë vetë të shpje në një psikolog, ka në një, po hajtë të vizitoj, tash të flasim një realitet, edhe mosha mundet, tash ti, a e di si, a ju abuzon në pije, jam dakord, po ky xhaxhaj ti, ati që nuk thaj të vërtetë, unë nuk ja fal në mënyrë, për përse më gënjeu. Atë thoshte erdhi në gjykat, thoshte unë te kam vëlla dhe këtë e kam lip. Ama unë I kam shkuar sa ligje mollajt në shtëpi, xhaxhajt. Dhe I kam thënë problemet, jo tashi. Po. Ja kam thënë shumë kohë më përpara në shtëpi të tia. Dhe më ka thënë odeta. Unë nuk kam që I bëj ati ca I pin edhe ben. S'kini punë me mua shkoni shtëpinë tuaje. Ore, dje vëlla. Ka ardhur I vëllai I tia, I madhi, Argjitri. Ka ardhur gjë më 3 të mëngjesit I ka folur të vëllai. I kanë thënë mos I fol se po piu, kthej kurrizë ky. Ai të nesër prapë atë. Tashi unë prapë e kam respektuar. E kam respektuar se kam baba. Po jo kështu soi. Elban, e qartë, ju keni jetuar në një fshat dhe keni qitur shtëpi në fshat, keni ardhur në qytet, keni blerë shtëpinë dhe gjithë konflikti dhe sherri bëhet për atë shtëpinë ku jeni aktualisht, në Pogradec. Ju keni edhe një motor, edhe një vlla. E ke kërkuar ndihmën e tyre? E kam kërkuar dita. E mora vëllanë ja sa ka. E mori telefon, tha nuk kam që I bëj, tha nuk dëgjon njeri, tha ju. Sepse këto probleme që po sjell babai juaj, nuk e keni detyrë vetëm ju, e ka detyrë edhe motra dhe vllai tjetër që të kujdesen për babain, se babai ndoshta nesër mund të përkeqësohet dhe mund të bëjë gjëra akoma më të mëdha, por nuk është vetëm detyra jote. Është detyra e të 3 fëmijëve për prindrit. Më fal. Unë kur kam dalë aty nga gjyqi dhe para gjyqit kam folur me motrën, se edhe motrën e kam në Itali. Po, dhe motra e kam marrë të vi dhe të I shoqi saja e ka marrë atë në atë, do me them të vjerë, do me them baban tim. Dhe më tha mua, tha, a ju e dedikuar, tha ti kërkojnë me falje. Pash, po unë sa isha me atë, qarë falje ti kërkojnë? I kërkoj falje, po qarë, që shkjo? I thak babaj, qarë falje do të me të kërkoj, qarë të kam berë? S'më ketë berë gjë, kështu dua unë. Po kujtu në nëse ma me allë me tjo dita. Jo, po nëse është kështu situata, kjo nuk është normale. Dhe unë nuk e kuptoj që pse dhe motra dhe vllai nuk të kanë ndihmuar të ndryjnë në këtë konflikt dhe të qartësohen gjërat. Për t'i thënë babaj që nuk e pse nxjerr fjalën në rrugë. Në gjykat I thash zonjës gjykatëse, I thash nuk kërkoj asnjë gjë më tepër. Vetëm më gjej një doktor që ta shpije baban, ta vizitoj. Nuk më duhet asnjë gjë. Po, se fundja e kam baba, është njeriu tim. Patjetër. Sa që ka mu se ka asnjë. Patjetër, kjo është e vërtet. Po, të tashi të flas një si që është për folur, jo... Por, babai juaj... Të tëra gjëra të Odeta mi beri sa ligje mollari, xhaxhaj ti. Unë I kam folur me xhaxhanë, e kam respektuar, përse ajo një gjë që një ndodhi që nuk tha të vërtet që nuk ka qenë këtu, më kupton? Por pse ka 4 rinjë të vërtite të vëllajta vinë rrugëve të qytetit. Edhe zete më shtëpi. Babaj sa ke, unë me baban isha. Por pse xhaxhajt I bëri këto gjëra? Që I mbushin edhe babait tënd. Ku e di unë çfarë ka? I dashur Alban, babai juaj duket se ka një urrëtie vetëm ndaj jush apo kështu sillet dhe me fëmijët e tjerë? Dhe me çupën dhe me djalit kështu. Por në momentin që ti I kërkuar ndihmë vllai dhe motrës që babai nuk është mirë, ka shfaqur këto probleme, ti nuk e ke marrë ndihmën e tyre. Pas një më jo ditë.
O të tak, i kam thënë në vjerë, kësaj kunatës që moj kunatë të kështu më ofendon, më ben nga llafe nga më pista, një radhe ofendovi Çupën shumë rende edhe mua, edhe Çupa e ka marrë në direkt telefon atë kunatën, në staja, e ka thënë, "Hallo, fuli babaj, se ai kështu na shan në mënyrë nga më të këqija." E ja dërgoi video kjo që i beri në qizimin. Ajo i tha, "Emi Beriallo s'ka gjë tash çavi një veshin juve, ai plakesh. Po si çavën veshin neve? Na ofendoi më majë." Nga më të pista, ne kemi respektuar, neve i lajmë, e shplajmë, i të mirat e kemi verë. O dhe ta, Po, Alban. unë kam bocën, kam vajzën këtu në shtëpi. Po. Edhe vajza nuk është e vogël, sot është do me thënë 23 vjeç, edhe ajo normale që kupton edhe beneve, i vin keq edhe për baban. Babaj tim nuk ka qenë kështu. Këto kohët e fundit që kam lëvizur me gruan se shkon nga muaj në Greqi, çfarë bëjmë? Nga ta ta hambukës, se çu i bie. E kam lënë Çupën vetë këtu. Çdo ku më erdhi sherri mua. E kam lënë Çupën vetë me gjithë kunatën time, se punon në një punë këtu edhe i thash, po deshe ma ashtu, rri me Çupën, do me thënë sa ajo vinë në darkë, se fonde në punë. Vinë vëllai tim nga Italia, ka problemet e tia. E qartë. Ashtë. Edhe vinë këtu, më vjen telefoni isha Greqi. Thotë vëlla, thotë do rri, thotë se kështu janë për proces divorci, punë e tia. I thash po re vëlla të rish. Ndeltina ka 3 Çupa. I ka këtu. Erdhin e unë. Ditën e parë, ditën e dytë më merr telefon. E më thotë mua, roshti vëlla thotë, po unë thotë erdha thotë po Çupa tënde është vetë tha më shtëpi. Edhe nuk dua që të rimet, po ty të faleminderit se kështu i bie që të më përzesh nga shtëpia. Ta dëgjoj brother. Unë jam në Greqi aktualisht. Unë të kam mbajtur se e kam vëllar. Patjetër. Me ta të thash, të lutem shumë thash, ti ke Çupa dhe. Ai ke shtëpi be, i kam. Po pse le atë që është në shtëpi dhe s'rri vetë në shtëpi tënde, se normale. Tash i po deshe tash le ma Çupën të rri atje se. Kështu se ishte edhe kunata time. Po. Që atë ditë ka dy konflikti me baban. Tha në gjykatë më përzeu djalën për shtëpisë. E kuptoj, kjo është situata që ndodhi dhe më pas nisën gjithë konfliktet, edhe me vllajin tënd. Sot si ke raportet? Po pra, nuk kam qenë, ky ishte konflikti, më mori vllai, prap nga Italia, sa ka 2 ditë. Më mori mua më tha, i pola babaj, sa nuk ka punë të më zërë mua në gojë, sa se unë jam i vetishëm, nuk jam budallata. Unë e pa Çupën ta që ishte me kunatën tënde, tha, mbeta i natë, më respektoj, tha, më beri. Ditën e dytë i ka thonë, që ka këto fjale, tha që nga goja. Dëgjoj, ta, mua nuk mi ka fajt, babaj asnjëri. Babaj ndoshta pin, ofendon, i mor më përsipër. I pranuan dhe të gjitha, me gruan. Se gruan e ka marrune dhe më dëgjon. E ka tentuar, si të tha, shumë herë për të shkuar në atë, unë nuk e kam lënë, sinqerisht. Po, Sali Xhemollaj Xhaxhajt, përse çfarë se unë ja kam bërë të ditur, unë kam qenë shumë herë në shtëpi të Xhaxhajt dhe i kam thënë foli. Ai një gjë, se në gjykatë tha do të tregoj të vërtetën. Pse nuk tha të vërtetën? Betua. Pse nuk tha? Pra, ju thoni që është Xhaxhaja ai që e solli të gjithë konflikt në familjen tuaj dhe sot... Po, të dy Xhaxhallat, është edhe një polic. Është polic, ai nuk para, ashtu po herë kur dhe fjetor. E njoh shumë mirë unë. Alban. Edhe Salin e njoh shumë mirë, Sali Xhemollaj, edhe Ibrahim Xhemollaj e njoh shumë mirë. Atë ditë kam qenë me baban, kam folur me gjithë Çupën. Si të thash, shkova në ku e shërojmë mbas dite. Dhe ka marrë Xhaxha i vogël, i vëllai i tij dhe i ka thënë që bere me ato dokumentat tha. I kopsite, pa ty janë thaj. Babaj se isha unë. E kuptoj dhe o pra. Ti mendon se janë vëllezër që kanë bindur që i thash Polini me atë. Polini se kanë fëmijë. Jo, është e rëndë se babai ka marrë një vendim të nxjerrë djalin nusen edhe 2 niprit mbesat nga shtëpia, por Alban, po. Deta, nuk ka djalë ti bjesh qarku. Do me të Korçës nuk ka djalë si unë për këtë arsye. Që nuk i kanë thënë babaj sa prish sa merr çfarë. Sinqerisht, shkoni e shumë mirë. E di që pinte i kanë folur dhe në hyrja këtu në shtëpia brenda. Po. Unë të shaj ty më thot mua.
Po mirë mo qatë kam be, asjes më ke be, po dua, edhe kështu dua unë. Kjo nuk është normale, gjithë kjo nuk është normale. Por ti tashmë dhe pse ai është pajisur me urdhër mbrojtje, ju jetoni në një të shtëpi dhe besoj që është e vështirë. Se ndani tualetin, vëcën e ndani bashkë. Të gjej një shtëpi që të gjëra, të roba, se s'kam ku të shkoj. Ku të shkoj? Shtëpi të më shiti në Blac, në fshat. Nuk e di na automatin. Ndërkohë gjatë kohës që jeni bashkë tani dhe ju po bëheni gati për të ikur, se duke menduar sa do e madhe të jetë shtëpia, nuk e di sa metra katror, në korridor, në WC, shkëmbeheni, vazhdon të keni konflikte? Jo, nuk ka ardhur se rrinë Saliu dhe mbështet i vëllai. Ka ikur tek i vëllai vet babai. Nuk e di ku ka vajtë, nuk e kam parë, sinqerisht. Po këtu nuk ka ardhur. Këtu jo, në shtëpi jo. S'ka ardhur, ka 2 ditë qatë ditën e gjyqit jo. E mësuan Odeta, ai tha në këto kohë që ishin në proces në gjyq, që në do na prisin e nuk dini gjë. E mësuan më shkon në shtëpitë të inqizojnë, edhe ti shtëpi në gjykatët, se i kishim vetë ditur ne që kishim ca inqizim. Momentalisht jeni vetëm, ai është strehuar tek i vllai dhe vazhdon ende të këmbguli që nuk e di, them se po, nuk e di. Dhe babai vazhdon. Ta marrë me qafë kotë, të them kotë nuk mundet. E kuptoj. Por ai vazhdon ende të këmbguli. Disa mirë shkonje unë apë. Sa nuk kishte dhe një tyrë Saliu, ky Xhaxhaj, një tyrë në mes, kërkon ti marrë shpinën se i jep për të tjerë janë në mënyrë. Shtëpinë ta marrë. Le të bësh të doje. Jo, po, nuk keni pjesën tuaj, nuk keni pjesën tuaj. Nuk ka të vërtetën në gjykatë. Alban dhe Manjola, e kuptoj që ju jeni rënduar që Xhaxhaj ka shkuar në gjykatë si dëshmitar dhe ka thënë që djali ka ushtruar dhunë apo psikologjike apo fizike apo ka përzirë njerëzit nga shtëpia. Ju dhëm kjo gjë, e kuptoj. Por sido që të jetë, ju do i drejtoni gjykatës sepse ju keni pjesën tuaj në atë shtëpi. Po nuk kemi gjë, moj, thotë nuk e gjë, thotë se kam atë apinë, vajtë e moj të apinë, dëgjoj. Unë kishte mama në 3 vite shumë së mu. Dëgjoj, I ndërronje gjakun të ndeta me një shoterinë, kam vajtu Tiranë, ja ndërronje gjakë. Gjaku ndërroshe për ditë, kishte sëmundje të keqe në gjak, në rruasat e kuqe të gjakut. Ju mbisni. E kuptoj. Ja ndërronje për ditë. Këtu flasë për në Korçë, po gades. Kurse në Tiranë shkovi babaj, unë po një në punë. Nusja i lande që i dërgomi më ropa. Do me thënë kjo nuk është 1 vit, kjo është 3 vite. Si ikë më pe fshati, po kupton? Po pra, shitet shtëpi në fshat dhe erdhët në qytet. Po, nuk morë në shqit në veta ta. Ja kupë më të e pagomi me keste. I 5 milione shqit më. Shtëpia le t'jetë në emrin e babait. Por ajo shtëpi do ndahet dhe aty ka pjesë edhe vllai jot i dashur Alban, edhe motra jote. Pra nëse babai juaj vendos që ta shesi atë shtëpi, ju jeni të gjithë që jeni pjesë e asaj shtëpie. Po dakord jam, edhe këtë e pranoj, do me thënë dakord. Shumë dakord jam. Kështu që mos u trëmni, pjesën tuaj do ta merrni, por mua më vjen keq që ndodheni në një situatë fort jo të mirë që duhet të lini atë shtëpi, të gjeni një shtëpi me qira, të merrni rroba, të largoheni dhe të ndahesh dhe me babain kështu. Kjo është e rëndë, gjithë situata. Po jo të deta. Po nuk është në vedije, moj po të gjonë do bëjnë, unë i thash dhe në gjykatë. Mos më thoni me se neve i lagje këtu ku banojme. Po. Se a y ben urinon që poshtë, që ka dishti. Pyt, po hajde një pyes një palatin, gratë e palatin. Më vine mua më thonë, i doli një që kemi komshinë ka parë, i doli i tha, pse shanta, pse ben ujë këtu. E ofendovi dhe atë, unë ja tregova dhe në gjykatë, mua më vi shumë keq. Po nesër thash unë, kur të më beno një të padere ky, do më thoni, se do më thonë pse nuk na the. Unë sinqerisht thash, në çdo gjë jam dakord, po që të më gjini mua një doktor, psikiatër, që ta vizitoj, për të punë. Këtë mesazh ti duhet ta përcjellësh dhe për vllajën dhe për motrën tjetër, që ta dëgjojnë mirë që babai ka probleme dhe duhet marrë masa për ta çuar të mirë. Do të jap numrin edhe me motrën, edhe ta dëgjosh, e me vllajën. Pse ata çfarë thonë? Nuk e besojnë, nuk ju besojnë juve? Na besojnë, nuk kanë që i bejnë, më thonë ati.
Po tani na besojnë të tëra i dinë ata Odeta, po tani na janë të tërë kundra që mbrojnë babanë. E kupton? E neve na nxorën rrugë të madhe. Të tëra i besojnë, i dinin se janë edhe të pallatit qitin të tëra voqet tona që kemi hequr deri më sot. Moj Odeta. E të rish ti tregosh tëra me radhë të rish një ditë e një natë. Manjola, mua vjen shumë keq, sepse ti ishe para që më telefonove, jeni të dy tani së bashku me Albanin, burrë e grua që po tregoni këtë shqetësim dhe këto konfliktet brenda familjes janë konflikte goxha të rënda, janë shumë të mëdha. Mirë ai që i ka në shtëpi dhe i përjeton. Unë duaj dashur Manjola që zëri juaj së bashku me bashortit të dëgjohet, ndaj jemi në këtë live. Dua të përcjellni një mesazh ndoshta vjerrit, ai ndoshta nuk mund ta ndjeki, moshën që ka nuk mund të hyjë dhe ta ndjeki këtë live, por një mesazh i solucioneve, të cilat duhet marrin masa, ju po kërkoni, jeni në proces gjyqësor dhe po kërkoni që ai të ndjekohet. Mesazhi tim është kështu. Po. I lutem xhaxhajt të mos më ngacmojë, të mos në shtëpi time të më lërë të keq. Kaq. Me babanë është tjetër punë. Me babanë nuk kam gjë. Më kupton? Pra, mesazhi jo tim është zemërgjërë këthejnë në moment papirë. Po, është e mirë. Tjetër gjështë, kurse Saliu ka këto që ka. Pra, mesazhi juaj Alban ishte për xhaxhain tuaj, t'ju lër të qetë. Për xhaxhanë, që mos japi të pijë, të mos japi babaj të pijë, të mos e futin në... Të mos e shtynë në këto veprime. Do të dëgjosh vendere, do bëj gjëra, ja këtu do jemi. Do të dëgjosh ato bëjaj. E uroj mos ndodhi gjëra të tjera. Manjola, dua një mesazh. Neve, kush na mbrua neve tani për momentin, që neve na ka dhënë urdhër mbrojtje dhunuar, asë kemi bërë asgjë, ku i kemi neve mbrojtjen tonë, edhe neve mund na bëjnë çdo gjë për momentin ku i kemi neve mbrojtjen tonë, kush na mbruan neve? Ai mund të zihet me një tjetër, mund na i futi neve prap. Kusur kemi neve? Se ajo thoshte edukacia, një ofendim, një gjë, ne si bëjmë as ofendim as ja tash, për moment që hym neve këtu live, do dëgjojnë ata, do ta shtyjnë prap të na bëjë veprime të këqija neve. Ja ku po ta them Odeta, këto janë. Jo, jemi këtu që zëri juaj të dëgjohet, jo të ndodhi e kundërta. E dashur Manjola dhe i dashur Alban, uroj që të zgjidhen sa më shpejt këto konflikte, ne e denoncuam. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që të mos largoheni nga ajo shtëpi që keni dhënë djersën mundin tuaj për vite të tëra. Po ku të vejmë me Odeta, ku të vejmë qatë bejq, nga të... Ne s'jemi as në ndonjë punë, që t'jemi stabil, as në ndonjë, po na nxjerrin në rrugë të madhe, vetëm punin atë që Odeta. Vetëm punin atë që po bëhet kjo. Dhe është e rëndë nëse është vërtet kështu. Mirë, do mbetemi në kontakt për gjithçka bashkë dhe u boft më e mira. Faleminderit. Faleminderit Odeta. Ju përshëndes të dyve nga Tirana. Të përshëndesim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që nduat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për familjen Xhemollari, për Manjolën dhe bashortin e saj Albani dhe mbi të gjitha të ndiqet kjo video nga familjarët e fisit Xhemollari, të cilët duhet të ndrynë, sidomos djali dhe vajza tjetër e të moshuarit, për të marrë masa për babajnë, sepse duket që djali i vogël Albani, i cili i ka pleqëruar prindrit, ka bërë gjithçka, është kujdesur për ta, duke se do mbetet në një rrugë të madhe së bashku me bashkëshorte dhe ishte një histori vërtet e dhimbshme, por urojmë të bëhet më e mira të zgjidhen problemet. Mirë dashur miq, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite unë ju tashmë live me këto histori vërtet të dhimbshme, histori njerëzore, histori shqiptare, histori reale që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por edhe nga diaspora. Unë ju falenderoj që më ndiqni dhe më mbështesni. Miropafshim, takohemi nesër.